Në fakt, Xhaxhi Gjoshës nuk i kanë munguar asnjëherë surprizat për Berinën. Dhe Berina duhet të jetë një grua e lumtur për këtë arsye. Por sot, ai ka përgatitur një surprizë të cilën s'ja ka bërë ndonjëherë. Apo ja ka bërë para shumë kohësh. Ka një kitarë në dorë. Të shohim se ç'do të ndodh me kitarën dhe me Xhaxhi Gjoshën në këtë momente. Jemi në skrapar. Prenga, ishte bëjt shefteli me drumomit. Unë marë sheftelin e rapsodit që kënonte me zot ullë në ramet e dysheku. Edhe e ndoj në gjysa notash. Se zakonit sheftelia me dy tela ka notat plota. Unë e ndoj me gjysa notash për me kënu që adosha unë. Edhe mërë me Berinin fillojnë kompozimin. Mes manesh nalta të njofta bash. Nata ishte mrekullueshme, Berina kishte nxjerrë kryt e dritare kasolles. Natë mrekullueshme. Kur marë blerimi botën kish mlu, si lule vere mu duke kur t'pash, dhe zemra ime prete jetë rubnu, lule, sa fort të mroj, zemra për ty mbrën kosh. Polisi. I kënu me zotë naltë, më posh i shokë në gazerën. Pse për të kush këllaj me zotë naltë, më të letë kretë, më të ullë. Berina më kalli atje, jo më të kalli polisi atje, më të të herë, më s'ka... Një natë, pa i dalë pret me i kënu i kallë greke, se ka mësu i kallë greke për i Vasil Kukalit, një shokut tërë. Edhe me shefteli, dalë mas gazelë si zakonisht im shehun, Berina e mori vesh se unë pa filloj serenatat, edhe filloj. Leste sfide suja mena, po zëllën se njani. Pikre satelja sa sarezi, nave qërnas. Qota me qitas mikronu, qota me qitas moronu. Ollën me pseftjes me tiran. Del ma, më thosh një shokë, ty të dhim policia, ta pa më shehem herën tjetër. Edhe me gjithëmën kisha mësu i kam napolitane, edhe futëm adiko, bëj biruq me ta shri hatane, me apatejt, ma zmalit, një qokë droshist, me të thonë menje kërkush në mos mëjte, veç Berina direkt. Edhe dola, një natë me të shefteri. Dici dan cilo sta campagna vostra, che ho perduta solo la fantasia, te voglio bene, che tutta vita mia, ma non volesse vincere. Te voglio bene assai. Polisi. E qa bona të I thosh shokve, qa bona? Qa bona, Bertit e klo me zratë naltë. Mare ja pun, I klo me bërë një stil kam në Shqipqani. Po ju ka të zë një kuriozite, zoja mira. Berina, ashtë interesant, po ashtë të rritan në nejë. Mas 20 vjetëve, kam shku në Korbinesh në Lanqfaqi. Kam ecë në për një rrugë veten, sepse dhe e pëshim Qfaqi në drek. Kam pa një punëtor të I vugur aranjë një kanalit në profil pena. Pena. Hop, meta. Pen, unë. A I fejkën. Fasha zotin Gjashnovasia. Po u rokë më u puthme, si në kënë vlazën. Po vlazën të aman. Po që ki ba më rejshosho? Po ku je më rejshosho? Po të që di ba më të... A di gjave më ka zu I gjave mare burë,
A, kome a vajza ka celit, shumë e deshte e burbe. Din të kështë të marrë me se i tonë të me mu. Vajza ka celit, ashtë martu, pashtë që zotën a martu. Ke ka marrë farë burri e dhe. Po marrë po mirë. Po ku a martu aja? A martu në Shkodër. Aty në qytet tanë. Atë kujtohet ka nga lule i knosh, atë kujtohet atë ko. Safër të amro, atë kujtohet bare gjë. Mak më hirë, pash zotin mak më. Lule, safër të amro. Që pa më qenë malin asaj ko e burin. Ke ka marrë? Ke ka marrë tër burë, mara dhe ka fëmija. Pa ka 2 fëmije dhe ka marrë një burin, kështu, punon gjithë shka por edhe artist. Artist është, pa njefti. Po si mërse jo, pa njefon. Po ty mund të ifsh, kush është pa është zotin kush është. A shfarë Berinët ishte shumë e deshti e vrazëbate. I faqë gjashovasia. Lëtë, kështu bëjka në rramë një. Ka përqafuës ditë me nërshu prej përqafimit, sepse u gëzun kullë që na kena kriju familje. Në talët mjerim, por familja jonë 57 vjetë këtë bashkë. E duhem njëri tjetrin, nërojmë njëri tjetrin, që cili ka pozicion në familje, respekt në familje, emancipim absolut, sepse Berinën e kam... Dim me vdasht, me falë, gjithë qatë. Sepse Berinën... Kemi qenë burë e gru, ma me jena ba shok, të shena motër e vla. Fjallën panelit, edhe andej shoh shumë emocione që dua ti sjell në ekran. Mira, kjo është një dashuri divine. Një dashuri divine. Vërtet si e tillë, pavarësisht se rrethanat kanë qenë shumë dramatike dhe gjithë konteksti në cilin është vendosur kjo dashuri është i pazakon. E thënë ndryshe, kjo është një dashuri pa të dytë. Pa të dytë, s'ka dytë. Unë më tepër e kam pyetje përveç faktit të gjithë historisë nostalgjike që rrëfyet si artist, ashtu si që ta dhe vetë, isha kurioze të dija për çfarë ju ka marrë malli nga kjo kohë? Tashti? Nga koha kur ju rrëfyet historinë.